shkelja dhe përbuzjave drejtave etnike shqiptarëve, po edhe tjerë cilët jetojnë këtë vend. Nëse kështu vazhdon, shkelja e rrugtimit të vendit drejt Bashkimit Evropian, kam frikë që këto zgjedhje lokale do jenë të fundit në këtë format. Në kështu e thash në kuvend. Pse çfarë na përket në gjuhë pak më të thjeshtë. Nëse vazhdon kjo përbuzje me nivel më të lartë, nëse vazhdon të humbet legitimiteti i shqiptarëve deri në skajshmëri, dhe atëherë ama tregon logjikën, cila do ishte logjika e bashkëveprimit politik në këto troje, nëse kot është fituesi ndër shqiptarët, në qeveri do jetë vetëm ai që do partneri Maqedonës. Atëherë, cila është logjika e subjekteve politike, cila është logjika e ushqimit të bashkëjetesës ndëretnike në vend, nëse kështu do funksionojë. Fronti Evropian është i vetëdijshëm këtë rrugë. Cilat janë hapat tutje që mund të ndërmerren nga gjithë hapat do jenë politike. Jo me kërkesën time, po me realitetin politik Maqedoninë e Veriut.